besoj diku në këto partitë e reja të majta të krijuara, unë shpesh shikoj që sulmohen me pa drejt. Do shta e pa njohur fare programet. Në momentin që sot rrezikohesh apo shikon një parti që ka potencial të rrezikojë, qoftë majtas apo djathtas, megjithëse për mua janë dyja njësoj, nuk kanë dallime ideologjike fare mes njëri tjetrës, po të shikosh programin. Por ama në një gjë është e sigurt që arrin të identifikojnë qartë se cila mund të jetë rrezik potencial, dhe rrezik potencial sot je në këtë klim politike për mendimin tim, nëse del me një alternativë të qartë politike, të bazuar po doni dhe ideologjikisht, dhe për mua duhet të jenë tilla, sepse partia fundit është organizim politik. Dhe për më tepër që shkojnë drejt socialdemokracisë, edhe këtu, unë nuk e di, nuk do të përmend emra, po modeli kam përshtypjen është një pjesë e tyre janë vendet skandinave. Edhe po e them emra, për shembull partia për mua, e Arlind Qorit është e tillë. Pra nëse këto vende, ky model është i vendeve skandinave, sikur se thash, shumë suksesshme në pikpamjen e ndërtimit shtetit social, dhe ky që shkon drejt kësaj, pa aq sa e njoh unë, ose nuk është se kam ndonjë njohje të programit të Mirfield kuptimin e kësaj, po atë që shikojmë nëpër media, dhe këto vende janë socialdemokrate, atëherë hajde ta mendoj, po pse ndodh? Kjo është e rëndësishme, sepse në momentin që shikohet që mund të kthehet një potencial rreziku, padyshim që sulmohet. Dhe sot është gjëja më e lehtë, më në majtë të buzëve, po deshe që kur s'ka argument thuaj komunist. Përdor antikomunizmin për t'u strehuar dhe për të mbuluar zullume, ndonjëherë mëkate në thonjza etj. Do të thënë ndërkohë që nera mungon qasja kritike ndaj komunizmit,